Humbja e shpat kasapit ka lënë një boshllëk të pamat në familjen e tij, por mbi të gjitha ka goditur më fort zemrën e mamasë së tij, e cila sot është në gjendjen më të rëndë që një nën mund të përjetojë. Ajo jetonte me krenarinë e një djalit talentuar, të edukuar dhe të dashur, dhe kur se mendonte se do ta përballonte këtë dhimbje kaq të madhe. Tani, çdo ditë për të është një betejë e heshtur mes kujtimeve dhe realitetit që i ka ndryshuar përgjithmonë. Në dhomën ku shpati rritej, ajo hyn shpesh, por jo për të kërkuar diçka, vetëm për të ndjer praninë e tij. Aty ajo ul kokën mbi një karige dhe qa në heshtje, me duart që mbajnë fotografinë e të birit. E prek me kujdes, sikur do ta zgjojë nga një gjumë i rënd. Kujton zërin e tij, mënyrën si e therriste nën, mënyrën si e përqafonte sa herë kthehej në shtëpi. Këto kujtime janë të vetme dritë që i kanë mbetur në këtë periudhë të errët. Ditët e fundit, familjarët janë përpjekur ta mbajnë pranë, ta ngushëllojnë, por asgjë nuk e shuan dhimbjen e një nëne që ka humbur zemrën e shtëpisë. Ajo i ka thënë shpesh motrave të shpatit se e ndjen veten të boshatisur, sikur një pjesë e shpirtit të saj u shkëput përgjithmonë. Çdo gjë që shikon në shtëpi i kujton djalin, gota e preferuar, parfumi i tij lënë mbi komodinë, këngët që ai këndonte, madje edhe hapat e tij që ende i dëgjohen në kujtesën e saj, edhe lutjet janë bërë më të rënda. Në mbrëmje, kur e gjithë shtëpia qetësohet, ajo ulet pranë dritares dhe lutet që Zoti t'i jap forcë, t'i qetësojë shpirtin dhe t'i jap durim për t'i bërë ballë këtij fatkeqësie. Nuk ka fjalë që mund ta ngushëllojnë plotësisht, por ajo gjen pak paqe te mendimi se djali i saj është në një vend më të mirë, larg dhimbjes dhe vështirësive të kësaj bote. Një dhimbje e veçantë i shtohet sa herë që sheh nipin e vogël, djalin e shpatit. Fëmia nuk e kupton plotësisht çfarë ka ndodhur, por kërkon babain e tij me pyetje të pafajshme. Kur e merr në prehër, zemra i thyhet sërish, sepse në sytë e tij ajo sheh një pjesë të shpatit, një pjesë të asaj dashurie që tashmë jeton vetëm në kujtime. Ajo mundohet ta mbajë të fortë, ta mbështjellë me dashuri, duke ditur se fëmia ka më shumë nevojë se kurrë për ngrohtësinë e familjes. Edhe të afërmit e largët janë tronditur kur e kanë parë. E kanë parë të rrudhur, të lodhur dhe të plakur brenda disa ditëve. Dhimbja e ka shuar ngjyrën e fytyrës së saj dhe zërin e butë me të cilin dikur përshëndeste çdo vizitor. Tani ajo flet pak, me një zë të ulët dhe të dridhur, sikur çdo fjalë i rëndon shpirtin. Megjithatë, ajo përpiqet të gjejë forcë duke kujtuar karakterin e shpatit. Ajo kujton si ai e nderonte familjen, si kujdesej që ajo të mos mungonte për asgjë, si e ngushëllonte kur ajo ishte e lodhur ose e merakosur. Ajo thot shpesh se shpati kishte zemër të butë dhe shpirt të pastër, ndaj Zoti e deshi pranë vetes më shpejt. Kjo bindje e mban gjallë, e ndihmon të kapet pas një shprese të vogël që e mban ende në këmbë. Shtëpia e tyre është e mbushur me vizitor, njerëz që e duan ta ngushëllojnë, por në thelb ajo është vetëm me dhimbjen e saj. Asnjë fjalë, asnjë ngushëllim, asnjë përqafim nuk mund të zëvendësojë djalin e saj. Ajo thot se çdo ditë e mëson diçka të re për dhimbjen, sa e gjatë është, sa e thellë dhe sa shumë e sfidon njeriu të vazhdojë të jetojë. Por ajo gjithashtu e di se ka njerëz që kanë nevojë për të, nipi i vogël, vajza, familja, dhe për ata ajo do të përpiqet të gjejë sërish forcën. Do të ngrihet nga krevati, do të hap dritaren, do të thaj syt, sepse e di që shpati nuk do ta donte të shembet. Ai do ta donte të fortë, të qëndrueshme, të mbaj familjen bashk siç ka bërë gjithmonë. Kjo është arsyeja pse, pavarësisht se dhimbja nuk shuhet, ajo përpiqet të jetojë çdo ditë me kujtimin e tij. Në çdo lutje të saj, në çdo hap të saj, në çdo frymarrje, ajo e ndjen shpatin pranë. Dhe ndoshta kjo është e vetmja gjë që e qetëson, besimi se dashuria e nënës nuk mbaron kurrë, edhe kur jeta të merr më të dashurin njeri.